Ishim duke lundruar në det dhe Ania filloi të merrte ujë shpejt. Isha e çmendur, duke kërkuar burrit tim të braktisë Anien, por ai vrapoi poshtë kuvertës në vend që të hidhej në varkën e shpëtimit. Nuk mund ta kuptoja pse nuk po largohej dhe paniku më shtrëngonte me çdo sekondë që kalonte. Rezulton se ajo që ai po fshehte atje poshtë ishte diçka që unë kur nuk mund ta kisha imagjinuar. Por para se të fillojmë, shtypni butonin like, abonoheni dhe mos harroni zilën e njoftimit në mënyrë që të mos humbini kur ndonjë nga historitë tona të ardhshme. Dielli shkëlqente ndriçëm, duke hedhur një shkëlqim të ngrohtë mbi ujë. Unë dhe burri im po lundronim qetësisht duke shijuar bukuritë e qeta rreth nesh. Ishte një ditë që ndihej pothuajse magjike. Era na rrihte flokët ndërsa qeshnim për gjëra të vogla. Gjithçka dukej perfekte. Buzëqeshja e lehtë e burrit tim më bëri të harroja të gjitha shqetësimet e mia, qoftë edhe vetëm për ato orë të këndshme në det. Ndërsa lundronim më larg, një grup miqesh me një vark afër na pan. Ata fillimisht na bën me dorë me energji. Hey, ditë e bukur, ë? Bërtiti njëri prej tyre për te ujit. Ne u kthyem me entuziazëm të njëjtë, duke qeshur ndërsa varkat tundeshin butësisht. Gëzimi i tyre ishte ngjitës, duke e bërë ditën të ndihej edhe më ndritshme. Oqeani filloi të ndryshonte tonin ndërsa dita vazhdonte. Valët dikur të buta po bëheshin më këmbëngulëse duke goditur varkën tonë. Je i shqetësuar? E pyeta duke përpjekur të lexoja shprehjen e tij. Burri im tundi kokën me siguri. Jo. Thjesht pak e lëkundur, kaq, dhe ai duke më qetësuar. Unë tunda kokën duke i besuar gjykimit të tij, edhe pse shtrëngova anën e varkës pak më fort. Ishte vetëm pak minuta më vonë kur e pash, një rrjedhje e vogël por shqetësuese pranë anës së varkës. Uji po pikonte brenda më shpejt se sa prisja. Kemi një rrjedhje, thira, duke u përpjekur të mbaja zërin tim të qëndrueshëm. Zemra ime rrihte me ankth ndërsa vlerësova dëmin. Ishte e vogël tani, por e dija se gjërat mund të ndryshonin shpejt në det. Në një çast burri im u lëshua poshtë kuvertës. Mbete e vetme, e hutuar. Ku po shkon? Duhet të largohemi, bërtita pas tij. Veprimet e tija ishin befasuese, duke më lënë të shqetësuar. Situata e ujit ishte kritike dhe megjithatë ai ishte atje duke u zhdukur poshtë, sikur kjo të ishte gjëja më e natyrshme. Zhurma e oqeanit u rit në veshët e mi ndërsa ndalova, e pasigurt se çfarë të bëja më pas. Pas asaj, vonese mora radion dhe u përpoqja të thërisja për ndihmë. Statik dhe kërcitje e dobët më përshëndetën. Përshëndetje, kemi nevojë për ndihmë, pothuajse u luta duke shpresuar për një përgjigje. Frustrimi filloi të hynte ndërsa luftoja me sinjalin e dobët. Më zuri mendja se mund të ishim shumë larg. Ishe e ndarë mes përpjekjes për të thirrur përsëri dhe gjetjes së një mënyre për të menaxhuar situatën aktuale. Duke vendosur të ndërmerrja veprime, mora një kovë dhe fillova të nxirja ujë sa më shpejt që munda. Çdo spërkatje mezi bënte ndonjë ndryshim, por vazhdova. E vendosur të qëndroja në sipërfaqe, synova t'i mbaja shpresat tona mbi kërcënimin në rritje. Me çdo lëvizje, shpresoja që burri im të kthehej së shpejti. Për lehtësimin tim, burri im më në fund doli nga poshtë. Gjithçka do të jetë mirë së shpejti, thaj, duke u përpjekur të më qetësonte me një zë të qetë. Doja ta besoja. Besimi i tij gjithmonë siguronte ngushëllim në situata të vështira. Megjithatë, nuk mund ta shkunta mendjen se gjërat po përkeqësoheshin. Pavarësisht përpjekjeve të tija për të më qetësuar, ishte qartë se varka po merrte më shumë ujë me çdo minutë që kalonte. Përpjekjet e mia për të nxjerr ujin filluan të ndiheshin të kota. Duhet ta braktisim Anien, këmbëngula, zëri im në prag të panikut. Situata po bëhej e tmerrshme dhe ndjehesha e bllokuar mes besimit në sigurinë e tij të qetë dhe realitetit të situatës sonë. Durimi im po mbante ndërsa prisja për veprim. Dëshpërimi më kishte kapluar ndërsa unë tundja duart duke përpjekur të merrja vëmendjen e ndonjë varke që kalonte. Zëri im ishte i ngjirur nga të bërtiturit mbi zhurmat e valeve. Ndihmë, kemi nevojë për ndihmë këtu. Urgjenca në zërin tim ishte pagabueshme. Megjithatë, varkat mbanin distancën e tyre, të pavetëdijshme për situatën tonë. Situata po bëhej më kritike me minutin dhe pyesja veten se si do t'ja dilnim. Me së kaosit, një marinar afër i quajtur Grek shikoi nga varka e tij. E vura re duke shtrënguar syt në diell, duke u përpjekur të kuptonte valvitjen tonë. Pa hezitim, ai lajmëroi ekuipazhin e tij dhe së shpejti ata po drejtoheshin drejt nesh. Shpresat tona u ngritën me çdo metër që ato afroheshin. Qëndro aty, thiri Grek, zëri i tij duke rezonuar mbi ambientin e lëkundur të detit. Varka e Grekut u ndal pranë tonës, ndërsa ai na hodhi një litar. Unë e kapa me nxitim. Valët po rriteshin
dhe koha ndihej si një armik. Shpejt lidhe me barkën, udhëzoi Greg me urgjencë. Duart e mia dridheshin, por arrita t'i siguroja litarët fort. Kishte një ndjenjë të lehtë lehtësimi, duke ditur se një varg tjetër ishte pranë nesh tani e gatshme të na jepte një dorë shumë të nevojshme. Me varkat tona më në fund të lidhura, ndjeva një ngushëllim të vogël. I thash Gregut për jetën dhe sjelljen e çuditshme të burrit tim. Ai po sillet sikur ka më shumë se ujë në rrezik. I thash duke shpresuar për ndonjë këshill që ai mund të afronte. Greg tundi kokën, sy të solem me mirëkuptim. Do të qëndrojmë dhe do t'ju ndihmojmë, premtoi ai. Fjalët e tij më ankoruan me stuhisë së shqetësimeve të mia. Për habin time, burri im doli edhe një herë, megjithatë sjellja e tij ishte ndryshe, e vendosur dhe e palëkundur. Nuk po largohemi, deklaroi ai. Vendosshmëria e tij ishte mbreslënëse, megjithse zhgënjyese, pasi nuk mund ta kuptoja arsyetimin e tij. Paniku ende më kaplonte, por sytë e tij nuk shfaqin asnjë tjetër veç vendosshmërisë. A mund të kishte diçka që nuk po ma thoshte? Frika më hëngri brenda ndërsa u përballa me të. Kjo nuk ja vlen rreziku, u luta, por ai qëndroi fort. Heshtja e tij fliste shumë, duke me lënë jashtëzakonisht të udhëtuar. U ktheva nga Gregu, duke kërkuar mbështetje në përpjekjen për t'u larguar para se të ishte tepër vonë. Tensioni ishte aq i trashë sa ajri i detit rreth nesh. Duke parë urgjencën e situatës, Greg ofroi një vizh shpëtimi, e jani në varkën tonë, nxiti ai duke theksuar rrezikun që rritej me çdo varr. Urgjenca e tij përputhej me timën. Një front i bashkuar që përpiqej ta nxirrte burrin tim nga çfarëdo force e padukshme që e mbante këtu. Pavarësisht të nyjes në stomakun tim, shpresova që kjo ofertë do ta anonte peshorën e burrit tim drejt sigurisë. Frustrimi më erdhi në zë derisa u luta përsëri. Pse po e bën këtë? Jemi në rrezik. Zëri im dridhej, frika mbështillte çdo fjalë. Deti ishte një dëshmitar i pamëshirshëm i situatës sonë. Shpresoja që diçka në vështrimin e qëndrueshëm të burrit tim të zbutet. Ishte si të flisni me një mur vendosshmërie të palëkundur dhe kokofort sigur. Duke u shmangur pyetjes sime, burri im u përqendrua në shtrëngimin e litarëve dhe përforcimin e strukturave. Duart e tij punonin me shpejtësi, duke lëvizur me një urgjencë të ditur që vetëm më ngatëronte më shumë. Duhet të rezistojmë, murmuriti ai, duke mos dhënë asnjë përgjigje të qartë. Pyetjet e mia ran pa përgjigje, duke qëndruar pezull në ajrin e kripur. Çdo sekond ishte një kujtesë e ujërave në ne, duke kërcënuar se do të glabëronin botën tonë të vogël. Tërbimi gumzhinte brenda meje, mendova ta lija një çmenduri të tillë në këtë anije që po fundosej. Do të ishte kaq e thjeshtë të hipja në varkën e Gregut dhe të lundroja drejt sigurisë. Megjithatë, litari i padukshëm më mbante edhe mua, e lidhur me vendosshmërinë e tij të pakuptueshme. Është e vështirë të braktisësh dikë që e do thellësisht, edhe kur nuk mund t'i kuptosh zgjedhjet e tija. E kapur në këtë ngërç, hezitova. E ndarë mes dashurisë dhe logjikës, qielli u zhvendos nga i kthjellët në errësirë kërcënuese ndërsa rreth e trasha rrotulloheshin. Prania e tyre o gurzes hodhi një hije mbi varkën tonë, duke bërtitur si një bish e zemruar si për nesh, një kujtesë e vazhdueshme afërsisë së stuhisë. Duhet të nxitojmë i bërtita burrit tim, e paaft për të mbajtur panikun nga depërtimi në zërin tim. Stuhia po ndërtohej shpejt, duke na paralemruar për problemin që po zihen. Si me porosi shiu filloi të binte, çdo pikë duke rënë rënd, duke i bërë johon alarmit në zemrën time. Ndjeva frymën time të shpejtoj dhe të përputhej me ritmin e shiut. Kjo po bëhet keq, i bërtita Gregut, i cili po përpiqej të ndihmonte nga varka e tij. Shiu u përzim me ujin e detit duke u larë mbi këmbët tona, një kujtesë e thellë i situatës sonë të tmerrshme. Duhej të vepronim shpejt, por ndihesha e mbërthyer nga frika. Michel, dëgjoj, bëhu e mençur për këtë. Zëri i Gregut theu kaosin, duke nxitur ndjenjën dhe shpejtësinë. Ai qëndroi fort, vetullat e tija të rrudhura nga shqetësimi ndërsa stuhia godiste varkën e tij pranë tonës. Siguria jote ka më shumë rëndësi se çdo gjë tjetër poshtë. Fjalët e tij ishin një vijë shpëtimi që tërhiqte vendosshmërinë time, duke u përpjekur dëshpërimisht të më nxirrte nga shtrëngimi i stuhishëm që më mbante situata. Edhe të bërtiturit ndihej si një luftë mes zhurmës. Me urgjencë që më shtynte, u përpoqja të merrja disa sinjale ndriçuese të ruajtura në vark. Çdo hap ndihej më i rënd. Uji gurgullonte rreth kyçeve të mia ndërsa lëvizja.
Arritet të ndezja një shkëndi të ndritshme duke u djegur përmes shiut të dendur gri. Ju lutem, le ta shohim këtë, murmurita duke shpresuar se më shumë ndihmë do ta vinte re situatën tonë. Drita e sinjalit luftoi kundër stuhis, një fener që lutej për vëmendje mes kaosit të plot. Mes stuhis burim qëndroi i papenguar, duke llogaritur se si të shpëtonte atë që ishte poshtë kuvertës. Sjellja e tij ishte çuditërisht e fokusuar, ndërsa unë luftoja me mendimin për t'u larguar. Ai duke i zhytur në zgjidhjen e situatës. Çfarë dreqin mund të jetë kaq e rëndësishme, murmurita me vete, e hutuar nga veprimet e tija të koncentruara ndërsa përballonte stuhin në rritje. Varka u tund nga zemrimi i stuhis, por ishte një rrugë që ngriu gjithçka për një rrahje zemre. Në atë shkrepje, drite kapa një vështrim të detit të trazuar. Varkat lëkunden si lodra në hapësirë. Gregu ishte një siluet që ndryshmërie pranë meje, duke bërtitur udhëzime që mezi mund t'i kuptoja. Zëri i tij u përzije me një bubullim qartësie kalimtare mes kaosit, ndërsa luftonin për të qëndruar së bashku. Duke kërcitur përmes statistikës, roja bregdetare, më në fund u thirr në radio. Zëri në anën tjetër solli si një fije shprese, ashtu edhe urgjencë të fortë. Na duan detaje tani, kërkuan ata, duke u përpjekur të merrin një pamje të qartë të emergjencës. Unë përpoqja t'u jepja informacion. Zëri u pengua nga paniku dhe furia e stuhis. Pavarësisht gjithçkaje, dëgjimi i atij zëri u ndjej si një vish shpëtimi e hedhur në botën tonë të përfshirë nga tmerri. Jemi në telashe këtu, shpjegova shpejt, por frustrimi im vetëm sa u rit. Isha e mërzitur me ngurimin e burrit tim për të lënë varkën. Përparësitë e tij ishin të paqarta dhe çdo sekonde humbur dihi kritike. Pse nuk dëgjon? Shfryva. Si për vete ashtu dhe për këdo që dëgjonte, duke shtrënguar fort radion. Dyshimi dhe shqetësimi mbytën çdo fjalë ndërsa luftoja për të kuptuar vendosshmërinë e tij. Duke injoruar frustrimin tim në rritje, buri im tundi kokën sikur po largonte dyshimin. Ka diçka të rëndësishme atje poshtë, bërtiti ai, mbi stuhi, zëri i tij pa lëkundur. Kjo vërejtje kriptike ishte gjithçka që ai ofroi, një pjesë enigme që nuk përshtatej. Era dhe shiu i pandërprer turbulluan kufit e arsyes. Sigurimi i tij më befasoi. Jeta jon duhej të kishte qenë prioritet. Megjithatë, ai ishte i palëkundur për çfarëdo që duhej mbrojtur poshtë kuvertës. Greg rregulloi litarin që siguronte varkat tona. Përvoja e tij u shfaq ndërsa ai siguroi që të dyja anijet të qëndronin të qëndrueshme, një ngushëllim qetësues mes inatit të stuhis. Ne ju mbështesim, Michel, siguroi ai, sytë friksuar në detin e valëzuar. Me aftësinë e tij të qetë pranë meje, stuhis në rritje brenda dhe jashtë, një stuhi e ndarë me dikë të qëndrueshëm ishte pak më e lehtë për t'u përballur. Duke qëndruar në kuvert, nuk mund të mos ndiheshe e coptuar. Buri im ishte aq i heshtur dhe i vendosur, megjithatë frika po gurgullonte brenda meje si kur më parë. Her pas her, e kapja duke shikuar anën e varkës, sytë e tij duke skanuar ujërat e lëkundur. Doja t'i besoja, por ndihej sikur varka po fundosej më shpejt çdo minutë. A je vërtet i sigurt për të qëndruar? Guxova ta pyes. Me një situatë që po përkeqësohej me çdo sekond, vendosa që nuk mund të rija më. Pse nuk po më tregon se çfarë po ndodh? Zëri im ishte i dëshpëruar duke prerë përmes erës uluritëse. Vështrimi i tij u zhvendos tek unë, por ai vetëm tundi kokën, të lutem, thjesht më beso këtë herë. E di çfarë po bëj, u përgjigj ai, duke u shmangur çdo shpjegimi të vërtetë. Mund të shihja se mendja e tij ishte diku tjetër, e humbur në çfarëdo sekret që e mbante. Duke u shmangur pyetjeve të mia, buri im vazhdoi të këmbëngulte. Duhet të besosh instinkteve të mia. Unë ndjeva që sharake kur më kërkoi të mbështesja një gjykim që nuk mund ta kuptoja. Deti rreth nesh nuk ishte i falshëm dhe as ankthim në rritje. Po na mbaron koha, ngula këmbë. Megjithatë fokusi i tij ishte diku tjetër, vendosshmëria e gëdhendur në çdo rrudh të fytyrës së tij, sikur po mbante diçka më të çmuar se siguria jon. Duke marrë një moment, Gregu u kthye nga unë dhe pranoi intensitetin e situatës. Michel, e kuptoj se si ndihesh. Është e tmerrshme, tha ai. Zëri i tij ishte edhe i butë edhe i fortë. Vështrimi i tij u zhvendos te buri im, duke kuptuar edhe kokfortësinë atje. Por ti ke çdo të drejtë të shqetësohesh, vazhdoi Greg, duke vërtetuar stuhin kaotike brenda meje. Me tensionit në rritje, fjalët e tij ishin një ishull i vogël i shëndosh. Një val masive u përplas me bikun, duke tronditur të gjithë në bord. Forca e thellë më kujtoi orën tonë në lëvizje, duke më nxitur të veproja shpejt. Unë vështrova Gregun, ai pasqyroi shqetësimin tim.
Jemi për te debatit tani, vërtiti ai. Na duhet një plan, por buri im ishte i palëkundur, i shpërqendruar nga ajo që e kishte kapur poshtë kuvertës. Stuhia u tërbua ndërsa i lutesha burit tim për përgjigje, por përgjigja e tij e qetë dhe kriptike ofroi pak në ngushëllim. Një shkëlqim shpresë erdhi këtu. Roja bregdetare sinjalizoi se ishin rrugës. Greg u përgatit për evakuim, i qëndrueshëm dhe i qetë, ndërsa buri im mbeti i largët, i fiksuar pas diçkaje në zonën e magazinimit, ndërsa valet rriteshin sjellja e tij sekrete më shqetësoi. Greg na nxiti të largoheshim, por buri im nuk lëvizi, i coptuar mes besnikërisë dhe mbijetesës, u përpoqja të qetësohesha duke përshpëritur. Mbaje veten, Michel. Kaosi jashtë përputhej me stuhin brenda dhe koha po marronte. Dritat e rojës bregdetare depërtuan përmes stuhis, një fener shpëtimi. Lehtësimi më pushtoi ndërsa Gregu u brohoriti, por fokusi i burit tim mbeti i fiksuar poshtë kuvertës. Të lutem, është koha. U luta, por kokfortësia e tij qëndroi e fortë. Shpëtimtari bërtiti për evakuim. Greg zgjati dorën duke na nxitur drejt sigurisë dhe unë më në fund mora drejtimin duke i mbledhur të gjithë për të përgatitur. Megjithatë, burim hezitoi duke murmuritur: "Po thuaj se e kapa", ndërsa valet përplaseshin më fort. "Çfarë po ndodh, bërtita?" Vështrimi i tij i shkurtër mbante një sekret që nuk mund ta emërtoja. Roja bregdetare na shtyu të lëviznim, por letaret e tij u shtrënguan dhe deti u tërbua. Kuptova se shpëtimi ynë mund të shpëtonte trupat tanë, por jo gjithçka që do të humbisnim. Stuhia u qetësua aq sa për tu shfaqur e vërteta. "Të lutem, më thuaj çfarë po ndodh", u luta, por buri im hezitoi, i coptuar mes frikës dhe detyrës. "Ka gjëra që nuk mund t'i lëm pas", pranoi ai përfundimisht. Zëri i tij i ulet. Frustrimi u rrit brenda meje. Çfarë mund të kishte më shumë rëndësi se mbijetesa? Greg dëgjoi, duke ofruar një dorë qetësuese dhe siguri të qetë, ndërsa roja bregdetare thiri urdhra duke na nxitur drejt sigurisë. Tensioni shpërtheu në ajër ndërsa buri im u zhduk poshtë kuvertës edhe një herë. Gregu dhe unë pritëm, zemrat na rrihnin, ndërsa roja bregdetare u përgatit për nxjerrje. "Duhet të vendosim së bashku", thash, zëri im dridhej nga urgjenca. Rufeja vezulloi, varkat u lëkundën dhe forca e qetë e Gregut na stabilizoi. Megjithatë, sekondat u zvaritën ndërsa u luta që buri im të kthej. Më në fund përmes shiut në zbehje, ai doli i lagur por triumfues. I shtrënguar në duart e tij ishte një trashëgimi e vogël, e dëmtuar nga moti, trashëgimi e familjes së tij. "Ka qenë në familjen time për breza", tha ai butësisht. Furia e stuhis u zavendësua nga diçka më e thellë. Në atë qetësi të brisht, kuptova se ajo që ai luftoi për të shpëtuar nuk ishte thjesht një objekt, ishte një pjesë e shpirtit të tij. Trashëgimia na la pa frym, ishte arsyeja e tij gjatë gjithë kohës. Në atë moment kuptova, nuk e dija, përshpërita, zemrimi im u zbe në ndjeshmëri. "Mu desh të provoja", tha ai. Emocioni theu qetësinë e tij, lotët u përzihen me shiun, ndërsa Greg murmuriti: "Ja dolëm." Së bashku ndoqëm udhëheqjen e rojës bregdetare. Stuhia u zbe pas nesh. Kishim shpëtuar si jetën tonë, ashtu edhe trashëgiminë e familjes së tij. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi në videon e radhës.